Fillojmë. Trajnimi sotëm ka të bëjë me fushën e freelancing, pra si të punoni vetë nga shtëpia, duke patur klientët tuaj dhe duke punuar në platforma të ndryshme. Domethënë freelancing ekzistojnë disa platforma, po thuash mbi 20 e më shumë, por ato më të njohur, ato që janë më popullore, si thuash, dhe më të lehta për t'u aksesuar dhe për të pasur në një farë mënyrë punë jo të menjëhershme, por me një kohë më të shkurtër, janë Fiverr dhe Upwork. Pastaj ka dhe platforma të tjera që janë dhe pak më të ndërlikuara dhe që mund të jenë edhe për shtete pak më të zhvilluara. Por përgjithsisht për ta nisur, mirë është nëpërmjet Fiverr dhe Upworkut për të krijuar atë eksperiencën e dur, domethënë. Disa shifra konkrete para se të kalojmë në hapjen në hapjen e profileve si të Fiverr edhe të Upworkut. Atëherë, freelancing është një mënyrë punësimi, domethënë ku ju punoni pa pasur orare të caktuara. Mënyra e funksionimit të saj është që ju merrni projekte ose punë të ndryshme nga blerës që mund të jenë nga të gjitha shtetet e botës, dhe ju nuk keni asnjë marrëdhënie, po themi asnjë kontakt fizik me ta, thjesht komunikimin nëpërmjet platformës, dhe nga ky bashkërendim ose si thua lidhje që bëhet nëpërmjet platformës, ku në këtë mënyrë garante është platforma tek ju. Se nuk po marr një përgjigje, nuk e di, ndoshta e keni mbyll mikrofonat dhe a e shikoni të gjithë pjesën e prezantimit? Pra, janë këto platforma që ne diskutuam që bën lidhje midis shitësve dhe blerësve konkretisht do them në këtë rast në Fiverr dhe Upwork. Puna juaj është ju të dorëzoni ato projekte, po themi në kohën e dur, dhe do ta shikojmë dhe më pas se cilat janë disa nga teknikat kryesore që përdoren që ju të keni sukses në këto platforma. Atëherë, ajo që fillon me pjesën e freelancing, unë kam parë edhe në Fiverr dhe në Upwork, ka shumë, domethënë, në faqet e parë, sepse gjithë tendenca ose ideja është kryesisht në Fiverr është ju të renditeni në faqet e parë. Në momentin që ti arrin të renditesh në faqen e parë të Fiverr, jo vetëm faqen e parë, por po themi në 5 faqet e para, por faqja e parë është kulminante, domethënë arrin një moment që ti nuk arrin të menaxhosh dot as kthimin e mesazheve nga klientët që të vinë dhe që porosisin, dhe jo më të dorëzosh punën. Kështu që është e rëndësishme që në momentin që ti shef që kjo punë si freelancing është duke funksionuar, kryesisht në këto platforma si Fiverr, ku mund të vinë porosi dhe pa i propozuar ti, sepse këtu ndryshon Fiverr dhe Upwork, do ta shikojmë më mbrapa. Ideja është ta shohësh si një biznes, sepse këto platforma kanë shumë të rëndësishme, pra ti mund të performosh në këto platforma për një kohë shumë mirë, por mund vi një moment që ti ke pak kënaqësi ndaj klientët ose klientët si thua të kancelojnë ato porosi që ti ke, dhe këto platforma në këtë formë janë të pamëshirshme për këtë pjesë. Të çojnë nga faqja e parë, nuk e kanë problem të çojnë direkt në faqen e fundit. Pra pavarësisht se sa i suksesshëm ke qenë gjatë kësaj periudhe. Për sa i përket fakteve rreth freelancing, është fakt, domethënë që me kalimin e kohës, duke marrë eksperiencë, pjesa më e madhe e freelancerëve vijnë duke rritur tarifat e tyre. Përgjithsisht këshillohet që në fillim të fillohet me tarifa të ulta, sido që të jenë tarifat, nëse i krahasojmë me pagat që janë në Shqipëri, sado që të ulta mund të jenë për tregun ndërkombëtar, po themi, nëse këto tarifa i krahasojmë me pagesën në Shqipëri, sigurisht që mbeten prapë shumë më të larta. Por ideja është që e mira e freelancing është që ti mund, pavarësisht se je në Shqipëri dhe bën jetesën në Shqipëri, ti mund të punosh dhe të vendosësh pagesën që ti merr, pra ato kotacionet e tua mund të vendosësh në nivel botror. Pra ti mund të kesh të njëjtat të ardha si një amerikan që punon në Fiverr ose në Upwork. Pra nuk është se ka ndonjë dallim midis, përkundër se ke edhe një përfitim tjetër, se
Ato amerikanët të ardhur që marrin kanë edhe nivel taksimi, ndërkohë që në Shqipëri akoma nuk ekziston një ligj i veçantë për tatimin e këtyre të ardhurave, kështu që ti thjesht ke atë pjesën që të mban PayPal-i ose banka kur i kalon nga Fiverr dhe Upwork-u. Një mundësi tjetër ka të bëjë edhe me faktin se freelancerët kanë burime të shumëfishta të ardhur, pra ti mund të punosh njëkohësisht në disa platforma të ndryshme. Mund të bësh një punë të cilën mund të kesh harxuar X orë kohë dhe më pas me kalimin e kohës e shet disa herë dhe në klientë të ndryshëm. Dhe pjesa më e madhe e atyre që kanë punuar një herë si freelancing mendojnë se pjesa më e madhe, po pothuajse 80% e tyre mendojnë se është më mirë, pra pas e kanë provuar këtë eksperiencë, të punojnë si freelancing se sa ai punësimi tradicional, për vetë faktin, pra për ato arsye që ne shpjeguam, që ka të bëjë me lirshmërinë, me oraret që ti i përcakton, por kjo nuk do të thotë se ti do të punosh më pak. Pra thjesht ti zgjedh orarin se kur e ke më të përshtatshëm, por sa më shumë punë që të kesh, sigurisht që aq edhe më kohë kërkon, por këtë pastaj kryesisht funksionon dhe pjesa e nën kontraktimit, përgjithsisht unë kështu kam pas funksionoj kur kam shumë punë në Fiverr që ti gjen, pra pasi ke biseduar me një klient nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë një pagesë të lartë, ti nëse për momentin do të thënë nuk ke mundësi që ta zhvillosh këtë punë vetë, mund t'ja nënkontraktosh një person tjetër. Për shembull, indianët ose pakistanezët kanë eksperiencë në këtë fushë dhe mund të ofrojnë edhe tarifa më të ulta se sa shqiptar. Pra ti mund ta marrësh një punë me $100 dhe punën për ty mund ta bëjë një person nga India ose nga Afrika, nga Pakistani, pra varet, mund ta bëjë me 20 me $30. Dhe ti thjesht ke këtë pjesë të ndërmjetësimit, pra lidhja me klientin bëhet nga ty. Për sa i përket disa miteve, është punosh si freelancer nuk është domethënë nuk është dhe aq e thjesht, ka ngarkesën e vet, ka faktin që ti duhet merresh me mentalitete të ndryshme njerëzit, për shembull ndryshe është komunikimi me një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshe është kur komunikon me një gjerman, ndryshe me një afrikan, pra sepse kanë kultura pune të ndryshme dhe gjithashtu ti duhet i përshtatesh këtyre kulturave të ndryshme të njerëzve që vijnë si pasojë e vendit ku ato janë rritur. Kështu që je detyruar që të përshtatesh edhe me këto mendësitë ndryshme të tyre, pasi ndryshe ta kërkon punën, po themi një person nga Amerika, ndryshe një nga Kanadaja, pra varet nga kërkesat që ka secili prej tyre. Dhe ajo që është më e rëndësishme në këto platforma është që ti gjithmonë pavarësisht se çfarë pune ti jepet, gjëja më e rëndësishme është sepse këto platforma në qendër të tyre nuk kanë shitsin, por kanë blersin. Pra një nga disavantazhet që është që do thotë në çdo moment që blerësi mund të ankohet për punën që ti ke dorëzuar, në 99% të rasteve platformat japin përparësi blerësve. Sepse sigurisht nëse nuk ka blerës aty, pra këto platforma funksionojnë me komisione. Nëse ti me blerësin bie dakord, po themi që puna që ti do t'i bësh do të kushtojë $100, të dyja këto platforma marrin 20% të këtij komisioni i marrin nga shitsi dhe marrin edhe një komision tjetër nga blerësi. Pra në një transakcion që bëhet, diku ke 30 ose më shumë % të këtij transaksioni e marrin këto platforma. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti, domethënë, më mirë të mos ta marrësh një punë nëse e shef që nuk e bën, se sa ta marrësh dhe ai blerësit mos jetë i kënaqur, dhe ta shohim edhe më mbrapa për pjesën që ka të bëjë me review që do t'japin ose me komentet, që janë shumë më të rëndësishme se sa puna që ti bën. Gjithashtu do të jeni detyruar që kur merrni një punë të caktuar, mund të dalin edhe të papritura gjatë asaj pune ose gjatë atij projekti, dhe ju do të jeni detyruar me qëllim që ai blerësi të mos ta anulloj këtë punë sepse ju krijon probleme ke profili, mund të jeni të detyruar që të bëni ose të mësoni edhe gjëra që ju nuk jeni nuk keni qenë të përgatitur, dhe kjo mund t'ju kushtoj shumë kohë, por për të ruajtur atë profilin tuaj, pra për ta ruajtur me një nivel të caktuar, si thua, duhet që të bëni edhe gjëra ose si thua punë që ndoshta nuk janë brenda fushës tuaj direkte, por që mund të ketë pasur një keq kuptim me blerësin. Dhe kjo fakti që freelancing do thotë që nuk keni një shef, ka të bëjë më tepër me faktin që nuk keni një individ i cili t'ju monitoroj punën gjatë gjithë kohës, por në një farë mënyrë të gjithë ata individ që juve ju japin punën, sigurisht që në një farë mënyrë janë shefat tuaj, sepse janë ata që vendosin lidhje me kriteret që duhet plotësohen në radhë, dhe është shumë e rëndësishme që të mbani vazhdimisht një marrëdhënie shumë të mirë me blerësin deri në momentin e dorëzimit të punës, dhe të jeni sa më shumë sjellshëm, sepse thash një review negativ ose një koment negativ ose një anullim i punës nga blerësit është shumë
domethënë shumë i dëmshëm për profilin tuaj në periudhën afatgjatë. Platformat kryesore janë Fiverr, Upwork, Freelancer, LinkedIn, People per Hour. Mirë që ta nisi nëpërmjet Fiverr dhe Upwork, do ta shpjegojmë edhe tani. Biles kohët e fundit është bërë pak më popullor dhe Upworku, sepse Fiverr ka futur një algoritëm të ri që nuk e ka pasur vitin e kaluar, i cili ka të bëjë me atë që do ta shohim më mbrapa që janë buyer request, ku ti çojë një propozim një personi që kishte anoncuar një projekt, ndërkohë që tani e ka hequr atë Fiverr dhe të sjell vetëm lajmërime ty për nëse ai nga matchi që ka bërë, pra nga lidhja që ka bërë midis algoritmave, del që profili jot është i përshtatshëm me një punë që është postuar aty dhe të jep mundësi që ti çosh një kërkesë. Ndërkohë që në Upwork ti ke mundësinë që të shfaqen gjitha projektet që janë aktive dhe ti mund t'i shkruash kujdo nga ato që kanë postuar aty projekte aktive. Pastaj kemi Freelancer, që është në një farë mënyrë pak më si thua një platformë ku kërkohen punë pak më profesionale, kështu që nuk ju sugjeroj që në fillim, pasi të keni krijuar eksperiencë në Fiverr dhe Upwork, mund të vazhdoni me Freelancer. Është dhe LinkedIn, që është shumë i përhapur dhe është shumë profesional, ku funksionon edhe me kontrata reale. Pra duke shkuar tek opportunities, ke jobs, dhe LinkedIn është më profesionale se këta. Pra ti mund punosh edhe për një kompani të caktuar. Kryesisht në Fiverr, Upwork dhe Freelancer ti punon për kryesisht janë të përbërë jo nga kompani ose të mëdha e merra, por nga biznese të vogla ose edhe nga individ, pra varet se në çfarë fushë doni ju të futeni. Pra në këto platforma ka vend për gjithë individët, pra për çdo fushë ku ti përket, ku dëgjon, grafik designer, menaxhimi i rrjeteve sociale, marketingu digital, data analyst, pra kudo ku ti mund të dorëzosh një punë ose mund të jesh ndihmë për dikë aty. Dhe pra ju sugjeroj që të filloni me Fiverr dhe Upwork dhe pastaj mund të shkoni në Freelancer, LinkedIn e më radhë. Për të regjistruar është shumë kollaj, do ta shohim edhe tani konkretisht, që duhet një email, pra unë në këtë rast që kam kërkuar një adresë Gmaili që ju të aksesoni në Google Meet, por për të regjistruar në Fiverr nuk ka nevojë që të jetë Gmail, atë jetë Yahoo, mjafton të jetë një adresë emaili aktive, sepse do t'ju vijë një link aktivizimi dhe mjafton, pra regjistrimi është shumë i kollajt. Ju duhet një email, një numër celulari dhe një foto profili. Kujdesuni që pra foto e profilit është e rëndësishme që të vendosni një foton tuaj personale, sepse pas një periudhe 2 mujore Fiverr për të verifikuar që ju jeni realisht ai shitsi, domethënë që keni vendosur foton e profilit, do t'ju kërkojë një foto të pasaportës ose të kartës tuaj të identitetit. Pra mundoni që në fillim sepse mund t'ju çojë pastaj në mbyllje profili. Pra mundoni që në fillim të vendosni një foto tuaj personale, pra sigurisht një foto pak a shumë si kjo këtu, domethënë që të jetë një gjë profesionale, mund të keni dalë buste me radhë, pra një fotografi që mund ta përdorni edhe në CV e tjerë. Pastaj këto rrjete sociale, kualifikime, trajnimet e me radhë janë gjëra të cilat janë gjëra që janë si thua fakultative, pra janë me dëshirë që thjesht ju të përmirësoni profilin tuaj. Hapi tjetër është optimizimi i profilit, por ne këtë do ta shohim më mbrapa pasi të kemi bërë hapjen e profilit në Fiverr. Atëherë hapim këtu hapim në Google, kërkojmë Fiverr. Pra paralelisht unë këtë trajnimin do t'ju anis edhe të regjistruar, që ta keni, por gjithsesi tek aty kemi thënë që kemi edhe një asistencë 1 vjeçare, që do thotë gjatë gjithë kësaj kohe për çdo problem që ju mund të keni, mund të na shkruani direkt, domethënë ose nëse doni keni një pyetje në lidhje me një problematikë të caktuar që është brenda këtyre 2 platformave, sigurisht që mund na shkruani, por edhe trajnimin e keni në rast se nuk rekujtoni diçka. Por profilin mund ta hapim edhe tani direkt, pra gjatë kohës që unë tregoj hapjen e një profili, që është një profil test, ju mund të hapni profilet tuaja. Thjesht lëreni hapur adresën e emailit tu, që mos keni për të vendosur një adresë emaili të ri, ose dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që në Fiverr, nëse hapni një adresë këtu në Fiverr, nuk mund të hapni 2-3, sepse ose do hapni duke ndryshuar IP-n, por nuk është e sugjerueshme sepse mund të shkojë deri në mbyllje të 2 akaunte. Pra nuk mund punoni paralelisht në të njëjtin laptop me 2 akaunte të ndryshme të
Fiverr. Nëse ju e keni hapur këtu në laptopin tuaj, nuk mund që edhe një shoku juaj të hap një adresë tjetër te ky laptop. Pra është shumë e rëndësishme. Atëherë, këtu tek fiverr.com kemi join. Tani këtu ke dy mundësi, ke disa mundësi si thua, ose me një email tjetër që nuk e ke këtu, ose me Apple, ose direkt me Google, pra nëse ti e ke hapur adresën e emailit, pra e ke tashmë të hapur në Google tu adresën e emailit, ose me Facebook. Pra varet se me çfarë do ta lidhesh ti direkt, por përgjithsisht pra një adresë emaili duhet patjetër se do të çoj linkun e aktivizimit, por këtu është pjesa se si do të futesh ti për kollaj, pra për regjistrimin e parë. Unë përderisa do regjistrohem me email, e bëj continue with Google, përderisa kam të hapur emailin këtu, që ose nuk dua ta hap emailin, atë email me cilin dua të hapem, do ta hap e vendos këtu. Dhe automatikisht ajo do të kërkoj, po unë kam bërë regjistrimin dje, mbasi e ka hapur, do të kërkoj aty një, domethënë username-in, duhet keni shumë kujdes sepse username-i është një gjë që nuk mund të ndryshohet më në Fiverr asnjëherë, edhe nëse i shkruan supportet ose kujt duash ti, username-i është diçka që ti nuk mund ta zëvendësosh më. Prandaj passwordin e zëvendëson sa të duash, emailin e zëvendëson, numër celulari me radhë, por username-i është një gjë që ti nuk mund ta zëvendësosh më. Prandaj mendoni një username që do ta përdorni. Pra mendoni një, mund vendosni emrin tuaj, pra ka metoda të ndryshme. Këtu tani duke klikuar, shkojmë këtu tek profili dhe bëjmë become a seller, sepse këtu mund të futeni edhe si blerës, nëse doni të blini diçka në Fiverr. Që mund ta përdorni mbasi të merrni porositë, pastaj mund të ktheheni në Fiverr në blerës, por nuk është se ka gjithë këto procedura, mund të bëhet shumë shpejt. Ndërkohë që për shites duhet plotësohet profili e tjerë. Atëherë klikojmë këtu become a seller. Këto janë disa nga sugjerimet që ju jep Fiverr para se të shkoni të krijoni profilin tuaj, pra cilat janë, si thua, një far manuali përdorimi, që mund të shikoni edhe më mbrapa. Këtu tani, të gjitha këto janë gjëra që duhet të plotësohen. Atëherë, emër mbi emër. Këtu emër mbi emër është ajo që vendoset poshtë profilit tuaj. Këtu mund vendosni një foto profili, pra thash duhet tjetër është rekomandohet që të jetë një, pra unë kam vendosur një kartë identiteti çfarë do për momentin, thjesht për efekt demonstrimi. Ja, thjesht për ta demonstruar këtu, por ju duhet vendosni një foto profili tuaj. Pra gjithë këto gjëra janë të editueshme, përveç thash username-it të Fiverr që nuk është i editueshëm. Tani, description, duhet keni kujdes sepse Fiverr funksionon shumë me keywords-a. Pra me ato që quhen fjalët kyçe dhe gjetja nëpërmjet klientëve bëhet nëpërmjet fjalëve kyçe. Pra duhet jeni shumë të kujdesshëm në momentin që bëni description këtu. Pra ky është description i profilit. Një mënyrë për ta shkruar duke përdorur këtë inteligjencën artificiale që ka dalë tash, kjo OpenAI që keni këtu, ChatGPT. Atëherë çfarë ndodh? Këtu mund të shkruaj për shembull. Ky është një burim shumë i paparë, sigurisht që ju mund ta përdorni edhe në Fiverr ose Upwork, do t'ju kushtojë zakonisht shumë kohë. Për shembull, nëse unë dua profile pra unë këtu jap një komandë se dua që kjo këtu të më bëjë një përshkrim për profilin tim në Fiverr dhe jap submit. Pres disa sekonda dhe kjo të jep, domethënë, unë nuk e kam specifikuar këtu që dua një profile description për shembull për menaxhimin e rrjeteve sociale. Dhe këtu më ka dhënë një çfarë do. Atëherë duhet keni kujdes. Supozojmë, marrim një rast që jemi duke përdorur Fiverr, pra unë jam një ekspert në menaxhimin e rrjeteve sociale. Dhe duhet që këtë pjesë e menaxhimit të rrjeteve sociale unë ta vendos në gjitha ato modulet e Fiverr, do t'i shohim më mbrapa. Pra, për shembull, mund ta bëjmë këtu pra social media manager. Dhe ja këtu të thot, pra ta bën një përshkrim. Që këtë gjë para se të ekzistonte kjo, pra para daljes së kësaj ChatGPT, do ta shkruaj vetë. Pra do ta shkruaj sigurisht me mendimet e tua me radhë, por mund të kesh edhe probleme me anglishtën. Pra është shumë e rëndësishme që ti mos tregosh, po nëse duhet të jesh shumë i saktë për sa i përket edhe gjuhës, sepse supozojmë, po flasim sikur jemi menaxher të rrjeteve sociale. Në moment që ata shohin gabime, pra blerësit shohin gabime drejt shkrimore ose gabime në lidhje me gjuhën angleze
në profilin tënd ose në gigset e tua me radhë, sigurisht që kjo krijon një problematik shumë të madhe në besueshmërinë që ata mund të kenë ndaj teje. Pra sepse si mund ti menaxhosh të rrjetet sociale dikujt që i ka në gjuhën angleze kur ti nuk e di mirë gjuhën. Pra krijon problematika të caktuara, prandaj duhet të jeni shumë kujdesshëm në shkrimet, mos i nënvlerësoni. Atëherë këtë tekstin që more këtu, automatikisht mund ta marrësh, pra e shikon një herë dhe vendos tek profili jot. Maksimumi ke 600 fjalë. Ja, aty ishin më shumë se 600 dhe të tjerët i ka. Pra, maksimumi, nuk është e thënë që ta vendosësh të gjithën këtë. Dhe ky këtu thot, pra emri im mund vendosni emrin tuaj, është mirë, sepse krijon edhe një farë afrimiteti me blerësit në Fiverr, pra është shumë e rëndësishme që ata ta kuptojnë që kanë të bëjnë me individ se sa me agjenci. Jo se kanë një problematik të caktuar, po ndihen pak më të afër si thua. Pra emri im është Esmeraldo, jam menaxher i rrjeteve sociale me një ekspertizë në krijimin e strategjive me radhë. Pra, si në një farë mënyrë këtu ti shet eksperiencën tënde dhe pra përpiqesh që në profil ti mbushësh mendin që ke eksperiencë në këtë fushë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti shkruani këto. Pra mund t'i lësh të gjitha këto ose mund të lësh vetëm pjesën sipër, nuk ka problem, pra e shikon. Ideja është që ti këtu në një farë mënyrë, ky është impakti i parë me të cilin përballen blerësit me profilin tënd. Dhe është shumë i rëndësishme nëse ti ke shkruar këtu, kjo në një farë mënyrë është një lloj CV-je e shkurtër ku ata shohin dhe më besojnë që ka shumë impakt. Ka shumë impakt tek blerësit. Sidomos në Fiverr. Pastaj, mbasi ke plotësuar këtë përshkrimin për profilin tënd, pjesa tjetër janë gjuhët. Gjuhët që ti përdor. Përgjithsisht shqipja, duke qenë se është një gjuhë që nuk është se u intereson edhe shumë, këtu do keni pra anglishtja është gjuha kryesore, po mund të keni edhe në gjuhë të tjera, pra varet nga fusha e ekspertizës tuaj. Për shembull, për menaxhimin e rrjeteve sociale sigurisht që këtu anglishtja është një domosdoshmërisë, pasi pjesa më të madhe e tyre, edhe nëse janë kështu ndërkombëtar, do përdorin anglishtën si gjuhë. Ama nëse je duke bërë ku dëgjon një punë në grafik design dhe ai thot ma modifiko këtë logon, sigurisht që mund të kesh edhe pra pavarësisht se di shumë mirë anglisht ose jo, nuk është shumë e domosdoshme, sepse do bësh një logo dhe do t'ia dorëzosh. Por, përgjithsisht të shqipen këtu nëse e lini, mund të krijojë problematika tek ta sepse mund ta marrin si një do të thënë e kuptojnë që ti je nga Shqipëria dhe mund të shohin pak me skepticizëm. Kështu që këshillohet që gjuhën e parë të vendosni anglishtën. Këtu tani mirë është, domethënë mirë është që tregosh realisht nivelin tënd të anglishtes, por nativ ose bilingual është për ata që janë, domethënë që e kanë si thua gjuhë të dytë ose që e përdorin gjatë përditshmërisë së tyre anglishtën, por mund të përdorësh, pra mund të vendosësh fluent. Dhe për çdo problem që ke pastaj, ja, këtu kemi anglishtën, një nga gjuhët. Mund të vendosësh edhe një gjuhë tjetër. Pra ti mund dish, ku dëgjon italisht, e dëgjon. Këtu zgjedh italishtën. Për shembull mund ta kesh bazike, pra zgjedh aq gjuhë sa ti të duash këtu. Domethënë gjuhë që ti ke. Sepse kjo ndikon edhe tek algoritmat e Fiverrit më pas, sepse duke ditur që ti di dhe italisht, pra nëse di gjithmonë, më thash, nuk është e rëndësishme sepse ti mund të gënjesh tu me gjuhët, me aftësitë që ke dhe mund të marrësh një porosi. Problemi nuk është që ti të marrësh porosi, sepse porosit vinë. Problemi është që në moment që ty të vinë porosi dhe klientët janë të pakënaqur dhe të lënë komente negative ose anullojnë punën që ti ke çuar, sepse ti mund ta bësh një punë dhe klienti ndoshta sa pranon, nuk është sipas përçmërive të tij. Kjo ndikon jashtëzakonisht keq tek algoritmi i Fiverrit. Algoritmi i Fiverrit është një gjë shumë e ndërlikuar për të kuptuar, nuk është publik mënyra se si ai funksionon, por përgjithsisht kriteret kryesore që ti të rendisësh në faqet e para janë këto, që ti të kesh një marrëdhënie, domethënë një komunikim sa më të mirë me blerësin dhe kjo arrihet nëse ai e pranon punën tënde dhe të lë një koment pozitiv. Dhe tjetra është që ti të jesh sa më aktiv në këtë platformë. Pra supozojmë se këto janë dy gjuhët që ne kemi, japim continue. Këtu tani, your occupation ka të bëjë me, këto i kam zgjedhur unë duke bërë një test dje. Your occupation ka të bëjë me fushën ku ti do, domethënë e ke ekspertizën tënde.
Atëherë, supozojmë se jemi në marketingun digjital, ose dikush mund të jetë për graphic design, dikush për përkthim, për programim, pra ka lloj ose këtu nëse asnjëra nuk është nga këto nuk përputhet, mund ta çosh tek other. Dhe këtu ke lloje nga më të ndryshme. Domethënë dikush ty mund të kërkojë, pra ti je një dietolog, po them, dhe dikush të kërkon një mënyrë diete mujore, vjeçare me radhë për të dobësuar. Pra ka shitje nga më të ndryshme, ose edhe online lessons këtu, spiritual, pra çdo gjë shitet në Fiverr, pra gjëra që nuk janë fizike, gjithmonë. Pra gjithmonë ka të bëjë me shitjen e shërbimeve. Pra, që do thotë, cilado që të jetë fusha juaj, nëse mund të shitet në mënyrë elektronike, pra si një produkt digjital, sigurisht që Fiverr bën pjesën e. Por këto fushat e para janë dhe ato më të përdorshme: digital marketing, graphic design. Ka qenë e para digital marketing, biles kur të futeni vetë që të shikoni sa është numri ofruesve, do të shikoni se vitet e fundit është rritur shumë, numri atyre që menaxhojnë rrjete sociale, që bëjnë fushata marketingu me radhë, por kemi edhe graphic designi që është duke u bërë shumë popullor dhe ka shumë kërkesë për të. Pra ne morëm për menaxhim në rrjete sociale, kemi në këtë rast digital marketing, dhe këtu tani tregon se nga cili vit e ke nisur. Tani sa më shumë ideja ime është që nuk është që të gënjesh në eksperiencën që ti ke, por dhe nëse tregon, po themi, që ti ke filluar këtu në 2023-shin karrierën tënde në digital marketing, sigurisht që numri atyre që do të besojnë është shumë i ulët. Por kjo nuk do të thotë që edhe ti të gënjesh. Mund ta modifikosh me një vit me radhë, por nuk është mirë sepse nuk ka kuptim që ti sot je futur në këtë fushë dhe të fillosh direkt të shesësh shërbimet e tua. Dhe këtu viti 2023 përderisa është viti tani, pra që do thotë nga kjo periudhë deri tani je duke u marrë me këtë punë. Tani këtu gjithmonë ju sugjeroj, kur thotë që zini 2 deri në 5, 1 deri në 4, 1 deri në 3 me radhë, mirë është që gjitha këto mundësitë këtu ti e zauroni. Pra pavarësisht se kjo të jep mundësinë që ti të kalosh ke pjesa tjetër edhe duke zgjedhur vetëm 2, mirë është që ti të zgjedhësh të 5-ta këto mundësitë që ke. Tani, nëse ti punon në digital marketing, pra një nga gjërat që ti bën është content marketing. Pra bën kontentin e postimeve me radhë. Pastaj do të shikosh, a bën video marketing, nëse ke mundësi ta bësh, mund ta zgjedhësh edhe këtë. Social media marketing, po, për menaxhimin e rrjeteve sociale. Mund bësh email marketing, pra marketingu nëpërmjet emaileve, këtë e kërkojnë përgjithsisht bizneset, edhe mund bësh një strategji marketingu. Për shembull, një nga bizneset thotë, unë kam hapur ose kam një biznes, një X biznes në Rom, dhe do një strategji marketingu se si ai të rrisë rrjete sociale ose çfarë duhet të bëjë gjatë këtij viti me qëllim që të rrisë prezencën e tij online dhe fizikisht. Pra kërkon një strategji të mirëfill marketingu. Pra, duke vendosur ti këto skillsat që ke këtu, atëherë Fiverr në bazë të këtyre skillsave që ti ke të sugjeron dhe klientët e vet. Pra, ose ja shfaq profilin tënd klientëve të tjerë. Nëse ti ke edhe një aftësi që nuk është këtu, sepse këtu janë më kryesore dhe më të përdorura, po ti mund të kesh një aftësi që këtu nuk është, e bën add new. Po përgjithsisht këtu janë ezauruese. Tjetër që janë shumë të rëndësishme janë skillsat. Pra, cilat janë, po gjithmonë këto skillsat duhet të jenë në mbështetje të kësaj që ti ke zgjedhur këtu. Pra, nëse ti këtu je duke u shfaqur si një specialist marketingu, atëherë edhe skillsat e tu duhet të jenë në mbështetje të saj. Pra nëse ti këtu thua që bën marketing digital ose menaxhim të rrjeteve sociale, këtu skillsat e tua ti mund të kesh skills ku dëgjon, je shumë i mirë në matematikë, po themi. Por nuk është një gjë, pra me datat, me dhënat, me manipulimin e dhënave, me menaxhimin e tyre me radhë, përpunimin. Por nëse ti, pra ideja është që kur ti ke hapur një profil në Fiverr, ti mund të kesh aftësi në 2 fusha të ndryshme. Është e këshillueshme që ti të specializohesh në një prej tyre, edhe për shkak të besimit që ti ofron klientëve, sepse ti mund të kesh aftësi dhe në financë, ku dëgjon, dhe në marketing, por je specialist në njërin prej tyre. Pra nuk mund të jesh specialist tek të dyja, sepse në momentin që ata futen tek profili, pastaj luhatet besimi. Kështu që nëse këtë profilin do t'ja dedikosh, pra ti do të merresh me rrjete sociale, me menaxhim në rrjete sociale, atëherë tregoj gjithë aftësitë që këtu ke ti me marketingun digjital. Pavarësisht se mund të kesh shumë aftësi të tjera, por që s'janë të lidhura me këtë, atëherë ato nuk i duhen profilit tënd. Pra mundohu që ti je sa më i profilizuar tek ajo gjë që ti ke zgjedhur.
Atëherë, këtu te skillsat, pra, dhe do përcaktosh nivelin, për shembull content creation. Pra në krijimin e kontentit. Çfarë aftësie ke? A je fillestar, intermediate ose expert? Pra këtu trego se cilat janë aftësitë tua reale, jep update. Shto një skills të ri. Pra ti këtu nuk është e thënë që ta gjesh fiksi që ka Fiverr, për shembull, shkruan media dhe këtu gjen media editing. Social media management për shembull. Pra, gjëra të paraafërta me për shembull menaxhimin e rrjeteve sociale, shkruan njërin prej tyre dhe pjesën tjetër ajo ta sugjeron, ja social media management. Eksperienca, po themi intermediate, ed. Pastaj shton edhe një skills tjetër. Pra, mirë është që ta plotësosh sa më shumë skillsa. Po që i ke realisht, sepse thash, në Fiverr mund të vi dhe një porosi pa patur fare ti komunikim me klientin. Ndryshe ndodh në Upwork ku ti do t'i shkruash një klientit dhe ai të thotë të kthen përgjigje nëse të ka pranuar ose jo. Këtu mund të vi një porosi ku ti se nuk e pasur fare komunikim me klientin, biles mund të ketë rasti që ai klienti porosit edhe pa, domethënë ka porositur gabimisht dhe e kancelon atë porosin. Pra e fshin atë porosin. Pra ka nga më të ndryshmet. Prandaj është e thënë, prandaj është e sugjerueshme që këtu të vendosni ato skillsa që ju i keni realisht, me qëllim që mos ju vinë punë që ju nuk i bëni dot. Sepse thash, i krijon problematika shumë të mëdha anullimi i punëve. Anullimi 1 dhe review-t negative, pra që janë 1 ose 2 yje, se mbi 3, edhe 3 është ndërmjetme, 4 dhe 5 janë mirë, por 1 yje dhe 2 yje ndikojnë shumë tek algoritmi i Fiverr që t'ju zhvendos nga faqet e para tek faqet e fundit. Dhe pastaj është shumë e vështirë pastaj për dal prap në faqet e para. Pra, Fiverr ka si një lloj ndëshkimi që zgjat përgjithsisht 1 ose 2 mujor. Pra, nëse ti bën një punë që nuk pëlqet nga klienti ose aq më tepër nëse ai e fshin, sepse në moment që ai fshin një punë janë para që Fiverr do t'i merrte nga komisioni dhe ti je duke ja hequr. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që më e rëndësishme se sa të keni një punë që atë punë që ju vjen ta bëni siç duhet. Pra shton gjithë ato skillsa që ti i ke, duke kërkuar këtu me keywords, pra me social, pra po të kërkosh vetëm me social, sepse ke social media marketing, social media management e më radhë, pra vetëm me social dhe ti i shikon gjithë sugjerimet që ti jep Fiverr i këtu. Ose mund kërkosh me media në këtë rast. Social media management, social media marketing edhe më radhë. Tani, education, këtu mund vendosni shkollimin që ju keni. Pra gjithë shkollimet që ju keni marrë, sa më shumë shkollime që të keni, sa më shumë certifikata, thash, nuk është kjo primare tek Fiverr. Por duhet që gjithë këto benefite që t'i jep kjo, gjithë këto mundësitë, ju t'i keni plotësuar paraprakisht në momentin që kur klienti vjen tek faqja juaj, mund të ketë ndoshta 90% e klientëve nuk i shohin fare se çfarë edukimi keni ju ose çfarë certifikatash. I mjafton që keni dalë në ato faqet e para, i bëni punën e më radhë. Por ideja është që të gjitha këto tools si thua, mundësi që t'i jep Fiverr, mirë është që ti shfrytëzosh sepse ajo mund të ndikojë tek vetëm një klient. Por, për shembull, unë për vete kam klient që i kam pasur që para 4 vitesh dhe sot i kam akoma. Pra, është shumë e rëndësishme që ju të keni klient të vazhdueshëm. Pra, mos keni klient vetëm për një muaj, sepse ato klientët e vazhdueshëm ndikojnë që profili juaj të jetë gjatë gjithë kohës në faqet e para. Pra sa më shumë punë aktive që të keni ju, aq më shumë Fiverr ju mban aktiv, ju sjell klientë të rinj që ta vizitojnë faqen tuaj, sepse Fiverr në vetvete ajo është promocion tek faqja e saj dhe ajo për këtë promocionin që ju bën dhe që ju del garant për pagesat e më radhë, merr komision. Pra ka që thjesht është si ndërveprim si thua. Pra këtu shënoni shkollën tuaj, emrin e universitetit, pra ose fakultetit ku keni bër, këtu vetëm se duhet të jenë anglisht. Grada që keni, pra mund ta nisni nga grada më e lartë që mund keni e me radhë. Këto varet çfarë kërkojnë këtu, nëse sa për efekt demonstrimi dhe viti se kur e keni përfunduar dhe jepet. Përveç saj mund shtosh edhe një shkollim të ri, pra mund shtosh bacheloren, pra mund ta mbushësh këtu me shkollat që ke bërë, sigurisht. Pastaj përveç tyre ke edhe certifikatave. Po ti shikoni, këtu janë disa fusha që janë me yll të kuq dhe disa fusha që nuk e kanë këtë yllin e kuq. Të gjitha këto fusha që e kanë këtë yllin e kuq janë të domosdoshme për të plotësuar. Pra nëse ti nuk i plotëson këto, nuk kalon tek aktivizimi i profilit. Ndërkohë që këto këtu janë
opsionale, si thua. Certifikata, këtu shënon një certifikat që ti mund ta kesh marrë. Edhe viti po themi. Këtu personal website. Duhet keni kujdes një gjë që në Fiverr ti je detyruar të komunikosh vetëm nëpërmjet platformës. Pra nëse Fiverr i kupton që ti je duke kërkuar që ta nxjerrësh klientin jashtë platformës, sepse si ti dhe klienti jeni të interesuar të dilni jashtë platformës, sepse ti nuk humbet 20% porosisë dhe klienti nuk paguan komisionet e Fiverrit. Pra tham diku ke 30% e një porosie e merr platforma dhe sigurisht që ti je i interesuar që ta marrësh të klientin ta nxjerrësh jashtë platformës që mos humbasesh to komisione. Edhe klienti është interesuar. Mirë po Fiverr nëpërmjet algoritmave të tij, në moment që ti përmend email, në moment që ti përmend website, që përmend telefon me radhë, të sjell atë që thotë mos e dërgo këtë mesazh sepse kjo mund të ndikojë tek profili jot, mund ta çojë deri në mbyllje. Pra nëse ti përmend email ose më përmend PayPal ose payment, pra që më paguaj e kështu, direkt kur je duke përdorur nëpërmjet kompjuterit, ta thot ajo që thot mos e ço këtë mesazh sepse ke përmendur fjalë që janë të ndaluara. Pra që jep të nënkuptoj Fiverr që ti po përpiqesh ta nxjerrësh klientin jashtë platformës. Ndërkohë që kur je nëpërmjet celularit ti nuk e kupton këtë dhe mund të shkruash në një email ose mund të shkruash në një gjë që ndoshta ka lidhje edhe me punën, ajo nuk është ndaluar, por ideja është që ti mos marrësh shumë vëmendje për këto gjëra nga Fiverr, sepse me 2 penalitete ty të mbyllet profili komplet pastaj. Ktu vendos profilin që ti ke, nëse ke gjithmonë një website, pra nëse ke mund ta vendosësh. Kjo nuk shfaqet, është thjesht për efekt të Fiverr. Pastaj mbasi ke plotësuar ato, kalojmë te continue. Këtu tani do të lidhësh platformat e tua. Mirë është që këto 3 platforma që kjo ka, nëse edhe ti ke aktive, mirë është që ti lidhësh. Unë nuk mund të lidh këto të dyja sepse i kam lidhur me profilin tim tjetër dhe nuk mund të lidh me njëjtin profil 2 të ndryshme, po ti thjesht i jep connect këtu. Sepse unë nëse bëjmë çon automatikisht sepse kam të hapur Facebook-un, thjesht i jep connect dhe futesh ke profili jot dhe automatikisht e lidh. Ja, siç e lidhi Google-in automatikisht unë futa nëpërmjet Google-it, të njëjtën gjë do bëj edhe nëpërmjet Facebook-ut. Pra thjesht i jep connect, hap Facebook-un tënd dhe ajo lidhet. Nëse ke edhe Twitter, të njëjtën gjë bën edhe me Twitterin. Tani këtu emailin e ka verifikuar, këtu do të verifikojmë dhe një numër telefoni. Që këtu se duhet të plotësojmë 65%, për ta shohim ta lidhem me një Twitter tjetër. Sepse duhet të plotësosh minimumi 65% që të lidhet. Këtu edhe një numër telefoni do të vendosim. Kjo këtë është shumë e rëndësishme sepse ta verifikon nëpërmjet telefonatës. Dhe unë këtu e kam të lidhur me numrin tim të celularit. Por ju thjesht vendosni numrin tuaj të telefonit këtu, 355, e automatikisht e vendos të Albania këtu, ose mund të zgjedhësh edhe një vend tjetër, por e kishe zgjedhur paraprakisht atë pjesën se kjo ta njeh dhe me IP po dhe vendin se ti kur pra që në momentin e regjistrimit, dhe thjesht do të vinë një kod nga Fiverr, atë kodin ti e verifikon këtu dhe profili yt është i lidhur. Dhe shkon tek finish, këtu nuk më lejon mua sepse duhet të plotësoj minimum 65% të dhënave, pra më mungon vetëm ky numër telefonit. Po thash nuk mund ta lidh sepse e kam lidhur me profilin tim personal. Ndërkohë që ju kur të vendosni numrin tuaj të telefonit, automatikisht do t'ju dal profili i rregulluar, ose nëse mund të vendos numrin e dikujt për jush për momentin. Thjesht për efekt demonstrimi. Ja ta provojmë. Është i lidhur me një tjetër, prandaj nuk na lejon këtë. Nëse kjo është pjesa e lidhjes së profilit, unë tani do kaloj tek një profil tjetër që është i verifikuar, meqense kjo s'na e lejon, një profil test që kemi, do të thënë që kemi, edhe e bëjmë aty direkt lidhjen me Fiverr.
Dhe kalojmë tek pjesa e optimizimit të profilit e tjerë.